duhet jemi gati në çdo moment, le të themi. Megjithatë, rastet e turizmit të Bregdetit nuk është vetëm rasti jonë i Shqipërisë, le të themi, por edhe në vendet fqinje si në Greqi apo në Kroaci apo edhe në Itali, ka disa vendet për shkak të kushteve në cilat ato janë të mbyllura në sezonin dimëror, le të themi. Nuk përdoren. Dhe në Shqipëri ka raste, një pjesë e mirë, sidomos e jugut do të thoja unë, sepse pjesa e tjetër që lidhet me Durrësin ka një tjetër tipologji, për shkak se është më afër Tiranës, edhe njerëz gjatë fundjavave kryesisht, po dhe njerëz të cilët duhet të kalojnë turizëm të biznesit, përdorin strukturat akomoduese që janë afër kryeqytetit. Kështu që kjo e bën tipologjinë e kësaj zone pakës ndryshe, le të themi, nga jugu i Shqipërisë. Nga ana tjetër, vetë strukturat, në qoftë se do të jepni një përpjekje, do të thoja unë, pakës më të madhe për të rritur këtë, le të themi, sezon vetë të verës, pra jo vetëm në korrik dhe ngusht, po sidomos edhe në pranverë, apo të fillonin dhe më shpejt, kam përshtypjen se do të kishin klient, sepse nuk është që mungon, le të themi, dëshira e njerëzve për të shkuar në jug, edhe në hapësirën tjetër e cila nuk është aq e zakonshme për ne të mësuar. Sepse flasim për verën, gjithmonë. Eksakt. Është më e preferuar. Është më e preferuar. Cilat janë ato vendime që merren tani, në mënyrë që të kesh një sezon të suksesshëm, frytshëm në muajin e verës? Planifikimi. Planifikimi që t'jesh gati, kur njerëzit të cilët janë një numër më të madh, dhe ti do t'i presësh, të gjejnë atë produkt për cilin ato paguajnë në fundit. Kjo do të thotë që nëse strukturat akomoduese janë të mbyllura për një periudhë të dimrit, le të themi, ato duhet të bëhen gati paraprakisht. Sepse është si një shtëpi e mbyllur nga ana e ndërtesës, nëse nuk është përdorur për disa kohë, atëherë ti duhet të fillosh që ta përdorësh derisa ajo të jetë në funksion të mirë, pra të mos të çedoj, le të themi, asnjë nga strukturat ose infrastruktura e godinës. Nga ana tjetër janë dhe burimet njerëzore. Shërbimi. Që janë shumë të rëndësishme. Shërbimin e kemi konsideruar themrën e Akilit sezonin turistik. Po bëhen përpjekje? Çfarë vëre? Po bëhen përpjekje për të nisur trajnime ndjes për stafet, për personelet, në mënyrë që të ofrojnë një shërbim më cilësor tek turistët? Ka përpjekje të mëdha, dhe unë do të thoya që vit pas viti është rritur edhe interesi edhe i njerëzve për të trajnuar ato që janë, le të themi, të sapo futur në këtë lloj sektori të turizmit, po dhe të tjerë të cilët duhet të ngrenë, le të themi, performancën e tyre. Kështu që ka struktura publike apo dhe jo publike, pra private, të cilët afrojnë trajnime të ndryshme. Për njerëzit të cilët janë në fushën e shërbimit, të hotelerisë, të restoranteve, e kështu me radhë. Ato fillojnë gjatë gjithë vitit, nuk është se janë të mbyllura, apo dhe guida turistike, udhërrëfysit i themi ne, të cilët duhet jenë gati, sapo të filloj, le të themi, sezoni i ri, ose viti i ri, të themi më mirë, që nga marsi duhet jenë gati për t'i shërbyer turistëve të cilët kanë karakter kulturor dhe historik, pra ai lloj segmenti.